Tre nga personazhet më të komentuar të edicionit të 5 të Big Brother VIP Albania, Selin, Matteo dhe Gimbo, duket se i kanë dhënë fund miqësisë së tyre. Ndonëse brenda shtëpisë së famshme, ata nisën dhe krijuan një shoqëri mjaft të mirë me njëri tjetrin. Gjithçka ka marrë një kthes të papritur javë pas përfundimit të rrugtimit të tyre televiziv. Prishjen e këtij raporti e dëshmojnë më së miri veprimet e tyre të fundit në rrjetet sociale, të cilat kanë habitur jo pak fansat. Fillimisht, ka qenë fituesja e këtij edicioni, Selin, ajo që ndërmori hapin e parë duke hequr Mateon nga lista e ndjekësve në Instagram. Pak më vonë, të njëjtin veprim e ka ndjekur dhe partneri i saj, Gimbo. Pas këtyre lëvizjeve, përgjigjja e Mateos ka qenë e menjëhershme dhe reciproke, duke i bërë unfollow të dyve. Ndonëse nuk dihet me saktësi se çfarë ka ndodhur prapa kuintave për të çuar në këtë vendim, zanafilla e hatërmbetjes nisi publikisht gjatë puntatave të post Big Brother VIP Albania. Gjatë emisionit, Matteo deklaroi hapur se, sipas tij, Selin nuk e meritonte fitoren, pasi nuk kishte bërë lojë fituesi. Kjo deklaratë shkaktoi zhgënjim tek Selin, e cila u shpreh mjaft e prekur duke theksuar se nuk do të priste kurrë një koment të tillë nga ai. Nuk dihet se si kjo marrëdhënie mes tyre do të shkojë, pra nëse ato do të pajtohen dhe marrëdhëniet do të rregullohen, apo do të vazhdojnë kështu, me një miqësi të prishur. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Cila mund të jetë arsyeja e kësaj prishje miqësie? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.